Do të jepja një zgjidhje mbajtjes dokumentash mjekësore në WhatsApp, në galerinë e telefonit edhe në letra. Unë jam Geron Treska, jam themeluesi i MedApp dhe që prej vitit 2012 unë jam thellësisht dashuruar me biznesin dhe startupet. Dhe kjo dashuri në fakt më ka mundësuar që të punoj me startupe duke filluar që nga Shqipëria, Ballkani, deri në tokën e ëndrave në Silicon Valley. MedApp lindi në fakt në një nevojë personale. Ne detyruam të ndrojmë pothuajse gati 5 mjek të ndryshëm për shtatzaninë e time shoqe, që do thotë pafund dokumenta, pafund dhëna mjekësore që ishin sa në shtëpi, sa në WhatsApp, sa në galeri, dhe kur na duheshin ato nuk i kishim të gjitha në një vend. E njëjta gjë u përsërit edhe kur gjyqja ime u diagnostikuar me kancer në gjë. Dhe ndërmjet konsultave me mjek këtu në Shqipëri dhe mjek jashtë shtetit, neve duhet të bënim të gjithë këtë exchange informacione. Kështu që thash, pse të mos krijoj një aplikacion ku njerëzit të vendosin të dhënat e tyre mjekësore dhe të kenë mundësinë t'i aksesojnë dhe t'i ndajnë ato edhe me mjekët sipas nevojës, brenda ose jashtë. MedApp zgjidh një nevojë në fakt e cila arrit eficiencën në ndjekjen e diagnozave, por njëkohësisht në ndërtimin e historikut mjekësor, jo vetëm të përdoruesit, por edhe të atij për cilin përdoruesi po kujdeset. Kështu që MedAppi ndihmon në uploadimin e të dhënave mjekësore, pasjen e tyre të gjitha në një aplikacion të aksesueshme dhe pastaj ato ti mund t'i ndash me mjekun me cilin ti këshillohesh, ti marrësh aksesin mjekut dhe njëkohësisht ta ndash aksesin edhe me mjekët të cilët janë në distancë. Po brenda aplikacionit ekziston edhe një motor i vogël kërkimi për mjek, farmaci, klinika, spitale, të cilat ndodhen përreth teje ose për të cilat ti ke nevojë. Kështu që MedApp përbën në një farë mënyrë një komunitet nish, i cili është edhe një vend shumë i mirë për kompanitë dhe aktorët e ndryshëm në tregun shëndetësor për të promovuar veten, produkte ose shërbimet e tyre. Pasi lançuam MedApp në Shqipëri, vëmë re që ky ishte një problem i cili nuk ekzistonte vetëm në Shqipëri, por ishte edhe në Ballkan dhe në tregjet e tjera. Kështu që përmes partnerëve të ndryshëm, neve po synojmë që MedAppin ta hapim edhe në Ballkan dhe po punojmë paralelisht që MedAppi të jetë një zgjidhje edhe për tregun amerikan. MedAppin mund ta shkarkoni në Play Store dhe në App Store.